Agjencia për parandalimin e korrupsionit në bashkëpunim me ICAP ka lansuar modulin elektronik për parandalimin e konfliktit të interesit. Platforma u mundëson shërbyesve civil të trajnohen online dhe të pajisen me certifikat pas përfundimit të testit. Drejtori i APK-s, Yll Buleshka, i tha se moduli ofron një urit bazë për shmangje në konfliktit të interesit dhe është i qasshëm për një numër të madh zyrtarësh. Sot me këtë platformë do ofrojmë mundësi se cilit zyrtar publik, se cilit shërbys civil që të mësoj bazën e parandalimit të konfliktit të interesit në ushtrimin e funksionit publik përmes një platforme të thjeshtë, të cilën kemi zhvilluar në bashkëpunim me Institutin për Administratë Publike dhe cila është financuar nga Ambasada e Gjermanisë përmes Gizit Gjerman. Konsiderojmë se konflikti i interesit është një ndër elementet kryesore që e determinon apo përcakton pak a shumë integritetin e administratës publike dhe e rrit besimin e qytetarëve në institucionet shtetërore. Ky trajnim në vendin tonë të përgatis zyrtarët publik në shumë aspekte, sepse integriteti është kusht për ushtrimin e funksionit publik. Në Kosovë, një zyrtar publik nuk vlerësohet vetëm për një uritë profesionale, por edhe për mënyrën se si zbatan ato. Edukimi i vazhdueshëm është çelësi i çdo administrate, i çdo procesi. Ne ligjet i ndryshojmë shpesh, ndryshojmë rregullore shpesh, mirë po fatkeqësisht mandej trajnimet për këto ndryshime në shumë raste ngecin. Integriteti etika nuk mësohen njerëz, po janë ato shihen. Prandaj në këtë aspekt modeli udhëheqës do të jetë i vetë mbikëqyrësve, prej nivelit mesëm deri tek e provët. Ndërsa në vitin 2018 ka dalë ligji i ri, e ky ligj është akoma në fuqi dhe qysh kur ka dalë atëherë ka marrë vlerësime pozitive prej mekanizmave ndërkombëtar, edhe konsiderohet si më i miri i rajonit. Edukimi kundër korrupsion ka qenë në faza të ndryshme me metoda të ndryshme. Trajnimi përmban 10 tema me video dhe quiz dhe synon të forcojë integritetin e administratës publike. Krijimi i modulit është vlerësuar si domosdoshmëri për të trajnuar një numër të madh zyrtarësh publik, të cilët nuk mund të përfshihen të gjithë në trajnimet fizike.